Zoti Iliro, po kështu, cilat janë problemet kryesore të shqiptarëve? Problemet, do thotë ka shumë. Problemet të shqiptarëve në Maldëzi janë të shumë, duke filluar nga shkollimi, duke filluar nga administrimi, duke filluar nga shëndetësia dhe duke mbaruar nga të drejtat e përdorimit të flamurit e tjerë. Secilat nga këto probleme janë pjesë e platformave politike të partive shqiptare dhe secilat nga këto, për fat të keq, nëse mund të quaj, janë gjitha të zgjidhura në mënyrë gjysmake. Projekti, nëse mund të quaj unë, do thotë se kërkesa e vetme që është plotësuar ashtu siç është dashur dhe siç është luftuar, ka qenë projekti i komunës së Tuzit. Do thotë se kërkesë shqiptarëve në Maldëzi. Kurse shqiptarët, do thotë në Ulqin, shqiptarët në Plavë dhe në Guci, do thotë janë në një formë, kemi emigracioni po na ul numrat. Punësimet kemi pak, papunësi kemi shumë. Perspektiva ekonomike, do thotë disi për shqiptarët janë më të dobta, për të tjerët, do thotë neve kemi njerëz që vinë nga pjesa kontinentale e Malit të Zi dhe vinë në Ulqin, sepse shohin perspektivë për investime etj, dhe ata e gjen veten në Ulqin, kurse rinia jonë nuk e gjen veten në Ulqin. Për fat të keq. Kështu që janë alarme, do thotë neve jemi në një gjendje të një emergjencë kombëtare që unë quaj në Malë të Zi, sepse me numra nuk po rritemi dhe numrat saj që tregojnë që jemi më keq janë duke u rritur. Prandaj kjo emergjencë kombëtare duhet një farë të trajtohet në rregull, paraqitesh edhe nga neve vetë, nga ne si shqiptarët Malit të Zi, por edhe shtetet anë që kemi dy na marrin më seriozisht. Ne, sidomos shqiptarët e Ulqinit, do thotë që kemi pasur fatin gjithmonë të lidhur historikisht me Shqipërinë, me Shkodrën, me Shëngjinin, Durrësin. Kemi më shumë gojë, se kemi më shumë merita edhe të drejtë për na dëgjuar më shumë qeveria shqiptare. Çka them, pse e them këtë? Sepse Ulqini është qyteti i parë që është këputur në Kongresin e Berlinit, që është këputur nga trungu etnik shqiptar. Është qyteti, do thotë, që ka një potencial të jashtëzakonshëm ekonomik. Gjatë gjitha, do thotë, i kemi dhënë, do thotë, detarinë e detajet i kemi dhënë Shqipërisë. I kemi dhënë flotën detare Shqipërisë. Kur u mbyll kufiri në 45-ën e tjerë, 47-ën aty është mbyll kufiri, neve kemi ndejur si ai fëmiu jetim që ka shikuar nënën e vet që po martohet atje me një komunizëm, me një burrë që nuk e don. Edhe në 90-tat kur u hap, e kemi prit me shumë mall që shteti shqiptar na shoh edhe na kushtoj një vëmendje që na ka munguar aq shumë. Normalisht Shqipëria ka pas hallet e veta në 90-tat, ka edhe sot hallet e veta. Ka edhe Kosova hallet e veta, por duket se edhe neve kemi ndejur shumë urtë edhe shumë butë ka shteti shqiptar, edhe nuk na ka kthyer shteti shqiptar. Te them me plot gojë, nuk na ka kthyer shteti shqiptar kujdesin në veçanti për Ulqinin. Jo për shqiptarët Malëzi, por për Ulqinin. Është e pa lejueshme, nuk bën sens. Nuk bën sens që pushtetarët shqiptarë, edhe pse kështu dikton protokolli, të vinë nga Shqipëria dhe të shkojnë në Podgoricë të takohen me homologët e tyre malazez, pa na takuar neve këtu. Takimi që duhet ta kenë ata, do thotë me homologët e tyre malazez, duhet takimeve të paraprit takimi me edhe qëndrimi një ditor në Ulqin, edhe në Tuzë, edhe në Plavë dhe në Guci. Të mësojnë hallet tonë dhe pastaj shkojnë të flasin atje. Normalisht neve kuptojmë, do thotë, rëndësinë edhe të Malit të Zi që është pozicionuar gjithmonë drejt shqiptarëve në rregull, sa i përket gjeopolitikës. Kështu që atë do thotë i ka çdo merit, ama shteti shqiptar dhe politika shqiptare, ne si shqiptar nuk kemi nevojë për të ndejur inferior, do thotë kemi të gjitha cilëtetet më të mira për të kontribuar si partner, si miq, si dashamirë, do thotë secili shtet që ka këto qëndrime si ne. Ka shkollë të mesme në Ulqin? Ulqini ka shkollë fillore dhe shkollë të mesme në gjuhën shqipe. Po ku shkojnë këta që mbarojnë shkollën e lartë? Atëherë, ku mbarojnë shkollën e lartë, disa shkojnë në Podgoricë, disa shumica shkojnë në Prishtinë dhe të tjerë shkojnë edhe në Shkodër, edhe në Tiranë.
Kuota, do thotë interesimi për studimet në Shqipëri me sa i përcjellur numrat janë në rënje, më shumë shkojnë në Kosovë dhe në Maltezi. Është përzgjedhje vetë studentëve. Po, është përzgjedhje vetë studentëve, nuk e di mbase tani Kosova ose e ka marrë ky sistemi universitar në Kosovë ka marrë veten më shumë, nuk e di. Kanë një preferencë ato? Kanë sa preferenca, do thotë për të kaluar, do thotë ditët më mirë në Prishtinë se sa. Apo është më afër kushtet e këto apo? Jo, më afër nuk është, më afër është Tirana, më afër është Shkodra, por nuk e di, do thotë nuk apo kushtet e Kosovës, si? Po, kushtet në Kosovë janë, besoj që janë më të shtrenjta. E besoj jeta në Kosovë është më e shpejtë se ç'është në Tiranë, por për një arsye nuk e di. Po niveli i universiteteve, si? Këtë unë si profesor, do thotë universitar që ka punuar në Shqipëri, ashtu do thotë e njoh mirë. Edhe le për dëshiruar në të dy vendet, edhe në Shqipëri edhe në Kosovë. Ta kemi këtë të qartë. Mirë po, në Shqipëri mungon një lloj konsistence për, do thotë që nëse bëhet diçka në rregull, një universitet bëhet në rregull, një departament bëhet në rregull, për pas kërkim shkencor të mirëfillt edhe për ta shtyrë këtë punë në mënyrë konsistente. Fatkeqësisht, edhe sistemi ekonomik është i tillë që profesorët shqiptar, ky është vetëm në Shqipëri që kam parë këtë, që profesorët shqiptar t'japin mësim në 5 universitete. Shkojnë si ai hoxha që jep mësim këtu. Ai duhet të përqendrohet në 2-3 lëndë, të jetë në një universitet, të ketë grantet e veta, të ketë merret me shkencë, edhe të publikojë, edhe të përcjellë. Kjo është një politikë që nuk mund të bëhet brenda ditës, por që duhet ta ketë shteti si qëllim. Do të me reformën e arsimit të lartë Shqipëria është dashur për ta bërë këtë. Kurse Kosova nuk e di, do thotë Kosova do thotë ka universitete edhe private edhe publike dhe spaku në atë çka shoh unë, do thotë me nivelin në fushën time matematik edhe në shkencat kompjuterike, kuadrat që vinë, do thotë nga Kosova ka një përgatitje më të mirë se kuadrat që vinë nga Shqipëria. Mund të jetë që është individuale dhe kjo statistike imja mund të jetë e gabueshme, por e kam verifikuar me disa kolegë tjerë, me disa kompani tjera që më kanë treguar që kur vjen, do thotë, një person që ka mbaruar me diplomë kosovare, me diplomë shqiptare, ky çuni me diplomë kosovare ka qenë ose më i motivuar ose ka nivel më tepër. Më tepër. Po kështu japin universitetet tona bursa për shembull për student nga Malizia ose Nxanës. Po. A përdorin këtë praktikë? E përdorin, do thotë neve kemi kuotat e caktuara që na i jep shteti, do thotë që është nga 90-tat, edhe shkollimi do thotë është pa pagesë, por do thotë bursë si bursë, do thotë shteti shqiptar normalisht nuk i jep. Do thotë shteti për shkollën nuk paguan. Jo, nuk paguan. Për të jetuar do gjesh vetë. Nga buxheti vetanak. Kurse ka student, e di disa raste, që kanë nga shkollat private, shkollat e larta private në Shqipëri që kanë marrë bursa për shkak të ekselencës së tyre. Ashtu, po mirë. Po që shteti shqiptar të jap bursë, për shembull, unë i caktoj ulqinit të komunës ulqinit 10 bursa. Jo. Ta zëm. Jo. Kjo praktikë nuk përdoret. Kjo është një ide. Se do ta hedhun. Po, kjo është një ide mirë. Të paktën shteti shqiptar për çdo komunë këtu edhe në Maqedoni, edhe ti japi kaq. Jep 10 bursa. Kjo është një ide shumë e vlefshme. Për shembull, këtë bën Turqia, këtë bën Bullgaria, këtë bën shumë shtete të bëjnë këtë të paktën më shumë. Se unë kam vëllain rektor në Universitetin e Korçës. E do i them atij. Se atyre i ka dhënë atyre të Maqedonisë, ai ka bërë marrëveshje me ato. Vetë kështu individualisht si rektorat. Besa Shahini na tha shkonin Korçë sepse Korça ka degën e turizmit dhe ka shumë të zhvilluar. Kishte 2-3 dega që nuk e ashtu edhe thonte që e kemi më lehtë, e kemi bërë një konvikt që është si në Amerikë. Janë kushtet shumë mira, por që ulqinakët për shembull në Korçë kanë larg aspektin gjyqësor kur i del ai Korçari, me lalke ç'a bën, kanë intimidon një çik pastaj. Edhe unë kam folur me vëllain, edhe kam mbesën një pankisht aty, kam 2-3, kam njerëzit e mi. Edhe i them se pastaj ajo problemi, por unë ai me këto të Maqedonisë shqiptarët e ka lidhje. Shumë ide. Nëse po niveli i universiteteve tona me një universitet në Amerikë. Jo, ajo nuk mund të krahasohet. Thotë kjo është e pakrahasueshme. Nuk mund të krahasohet, por studenti i mirë do ta kemi një gjë. Studenti i mirë është student i mirë kudo. Qoftë edhe në Shkodër, qoftë edhe në Namibi, qoftë edhe në Carnegie Mellon.
do thotë studenti i mirë gjithmonë e bën veten. Pastaj atë çka i bën në universitet, përveç që e mëson të jetë sistematik edhe e njofton me njerëz, e bën atë rrjedhimin e tij edhe e bën lançimin e tij, këtë pastaj shkollat shqiptare e mungojnë, nuk e kanë. Kjo është një fatkeqësi, do thotë që por që mos harrojmë që nga shkollat shqiptare kemi që punojnë njerëz në Google, nga shkollat shqiptare kemi njerëz që kanë bërë doktoratura, magjistratura të mira, do thotë në shkollat jashtë. Kështu që do thotë neve duhet të jemi krenar, do thotë që këta njerëz të veçantë, të shkëlqyeshëm, do thotë janë shkëlqyeshëm edhe kanë dalë nga shkollat tona, por gjithmonë sistemi duhet të jetë i tillë për të promovuar edhe atë të mesmin, atë që nuk është ekselent, për të jetë nivel, për të jetë para që ban administratë. Ashtu. Kështu që këtë duhet të thotë, këtë duhet shteti shqiptar me domos për ta reformuar. Ju keni një projekte për arsimimin e fëmijëve këto? Edhe arsimi është diçka që kontrollohet nga qeveria, do thotë nuk është si neve nuk kemi kemi drejtori arsimore, nuk kemi kompetenca si qeverisje lokale. Edhe niveli do thotë i arsimimit do thotë le për dëshiruar. Për një fatkeq neve punësimet në shkollat bëhen punësime politike edhe ashtu, edhe kjo është një fat i keq.